Të dashur miq, që duhet të bëjmë pak geopolitik, sepse po flitet për një rend të ri botëror. Donald Trumpi megjithse po pret të mbylli luftën në Ukrainë, Putini, Zelenskin e europianët, ai nuk harroi që dalanin ton ta ketë në mbrojtjen e tij. 901 miliard buxheti dhe ushtria dhe forcat e armatosura të Kosovës në bashkëpunim me Amerikën mbrojnë sovranitetin ton. Por jo vetëm, edhe një mesazh 90 ditë për ju banditët e Shqipërisë në bunkerin e Surrelit të Zi që keni bërë namin me vetëm një folder të hapur të Ergy Sagasit. Imagjinoni se çfarë dramash do të shikojnë shqiptarët. Kështu, shqiptarët e Dardanisë të bashkuar që fluturuan me makina, me autobusa, me aviona nga gjithë bota erdhën pikërisht të votojnë jo për Albin Kurtin, por për mesazhin politik se nuk ka më kthim pas, nuk ka më listë sërbe në qeveri. Do t'i dalin për zot vatanit dhe të justifikojnë besimin, dashurinë, gatishmërinë, investimin amerikan për lirinë dhe sovranitetin e Dardanisë. Albin Kurti, unë ta kam thënë, ke përgjegjësi dhe duhet tashti me të frenuar nga marrëzit. Pse jo? Edhe nga jo Mihali, sikur s'më ngjit fare në kabinetin tuaj, megjithse politika, sikur thot populli edhe mbar bota, është paksa. Kështu, le të presim një riformatim të ri të kabinetit të qeverisë për të vazhduar. Zvicrën e Ballkanit do ta bëjmë Dardanin.